Ngjyra, shpirt dhe mesazhe humanizmi, në çdo vizatim, një tregim, në çdo fije ngjyre, një ndjesi. Fëmijët nga e gjithë Shqipëria kanë sjellë në letër emocionet dhe vlerat që përfaqëson Kryqi i Kuq, ndihmën, dashurinë për tjetrin, dorën e shtrirë në kohë nevoje. Në ditën botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, u hap ekspozita kombëtare Fëmijët dhe Kryqi i Kuq, aktiviteti një fushate disa mujore që ka përfshirë 13.000 nxënës nga 250 shkolla nënvjeçare në mbar vendin. Në këtë ekspozitë u përzgjodhën dhe u prezantuan punimet më të mira, mes rreth 3.000 veprash të realizuara në teknika të ndryshme artistike. Presidenti i Kryqit të Kuq, Ylli Alushi, u shpreh se Kryqi i Kuq shqiptar jo vetëm që kremtoi misionin e tij humanitar, por edhe solli në qendër të vëmendjes zërin e fëmijëve, të ardhmen e solidaritetit dhe humanizmit. Patëm 2 aktivitete, promovimin e përgatitjeve dhe pjesëmarrjes në minimizimin e pasojave të dizastrave, që themi ne, të katastrofave. Përpos kësaj, ne në këtë datë vendosëm që të promovojmë aktivizimin e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare për të pasqyruar nëpërmjet vizatimit aktivitetet që bën Kryqi i Kuq. Ndërsa shpalli 14 fitues për punimet më të mira, Kryqi i Kuq shqiptar me këtë ekspozitë përcjell një thirrje të qartë, të jemi gjithmonë në krah të humanizmit.